Jap se nuk duhet të pini kafe me stomakun bosh. Sa po zgjoheni në mëngjes, shumë prej jush vrapojnë për të përgatitur një kafe dhe zakonisht e konsumojnë me stomak të zbrazët. Edhe pse kafeja ka efekte pozitive në disponim, funksionet e trurit dhe performancat atletike, pirja me stomak të zbrazët është një zakon i dëmshëm. Preferohet që të hani diçka para kafes për ta mbajtur qëndrueshmërinë e sheqerit në gjak. Një efekt i rëndësishëm është rritja e gjasave të shtuara në peshë. Sidomos ato të cilat e kanë të përditshme kafen e mëngjesit, duhet të jenë të vetëdijshëm se prish nivelin e insulinës duke çuar në dëshirën për ushqime me yndyrë të lartë dhe me sheqer. Antioksidantët të cilët përmbajnë sasi të madhe të kafes shoqërohen me një lloj acidi që gjendet më shumë te frutat. Një filxhan kafe i thjesht me stomakun e zbrazët stimulon sekretimin e acidit kloridrik në traktin tretës. Kur në stomak është bosh, ka të ngjarë që konsumi i kafes të çojë në rritje të niveleve të acidit dhe të vjellat.